Jam I lindur në fshatin Reçak, jam I përjetuar në masakrës të Reçakut. Masakra e Reçakut u bë me 15 janar 99, janë të vrarë 41. Masakrën e Reçakut, sikur që I ka po bëta, na 15 shtatë kanë kërësit granatimet e para, na si fshat jena konë si udhëhecat fshatit. Unë më zonë masakrën e Reçakut me babë, me nonë edhe me grutë migjës edhe një qikë tamen 7 vjeçar. Jena konë në shtëpia në Sadik Osmanit, burrat veç, gratë veç. Dhe na kanë marrë, na kanë qitë, na bërë aty njëherë, na kanë rrejë. Na I kanë marrë çka kena posë gjonë, na I porë, letër njeftimat dove na I kanë marrë. Dhe qika kur më kanë marrë mua, ja kanë nisë me kojtë, edhe ato na kanë rrejë. Dhe tani na kanë marrë, na kanë qenë kushijet aty vani masakrës për pjetë, qysh shihen aty gjinja, jenë konë civil, ka pos plot që shihni, këto fëmijë ka pos, qika, qysh I shihni këtu, I kanë marrë, na kanë qenë atje, dhe krejt janë pushkatun prej Smotit, Ragipe, ko zamën e hek, basi bano shkryt, a jeti, Skënderi, Seran për familje, sot mas 22 vjetë, nezme për